kujdesin. Po, gjërat e para ka qenë ditët e para, që kemi marrë shumë kohë me njëri tjetrin deri vonë. Për shembull rrimë të digitalbi, jashtë, kemi bërë shumë biseda. E kam kuptuar që në 2 momente ka dhënë disa sinjale, informacione për familjen, po që ka thënë kaq, kupton se s'du ta vazhdoj më kur kemi qenë në grup. Edhe kur kemi qenë me njëri tjetrin, kam thënë, a ke qef flasësh për këtë dhe këtë, sepse dëgjova që e kalove kështu. E di, edhe më shthap, ka treguar shumë gjëra për familjen, për veten e vet, se gjëra që e kanë mërzit. Edhe këto kanë qenë, do të kanë filluar kështu shenjat avash. Pastaj në moment 2 situata që më kanë mërzit shumë, edhe më vërtet ndjem akoma shumë keq që e kam vënë në atë pozicion. Nuk nguroj me ardh, me sqaru, së më kam bërë qëndrim në asnjë moment. Pastaj vlerësimi, mënyra si kujdesi, kanë qenë shumë. Kam qenë shumë skeptike dhe kam thënë nuk e di sa vërtet nuk doja të ngjante e fallse, kupton që të lexoj jashtë që Selini po e bën këtë vetëm për lojë. Edhe pastaj ajo që ma ka hap rrugën që të përgjigjesha gjithë mënyrës si u ndjesha, ka qenë droni i babit. Babi ti? Po. E kujt? I babit tën? Babit tën, okej. Edhe ajo që thash, okej, kur e ka kuptuar dhe familja ime që më vërtet kam ndjenjë për të djalin edhe më vërtet ai klipi një herë përpara butonit famshëm. Ai klipi është një klip më bukur që më ka bërë më ndje shumë siklet, po njëkohësisht më pëlqeu shumë. Ç'është pëlqeu shumë? Më pëlqeu klipi para. Kupton, jo e buton, klipi para, ai bukur që ishte bërë Big Brother. Edhe kur e shikoja vetën ashtu, e kuptoja që më vërtet kishte nxjerrë të unë janë që vështirë se e nxjerr dikush tjetër. Nxjerr dikush. E kam pas shumë merak pjesën e familjes, e kam shpjeguar jo se më pengojnë ose ku diun, po thjesht nuk kam pas qef që më sikletos për ndonjë veprim timin, që fundi këtu brenda do ishte për qefin tim, për emocionet e mia. Edhe kur kam bërë bisedë me Gimbo ka thënë që shiko Selin, Big Brother kryet, unë të pres jashtë, nuk është se unë po kërkoj me pa tjetër e me pas diçka këtu brenda, po thjesht do ta di që unë kam pëlqim për ty. Edhe unë kam thënë, edhe unë Gimbo, nga dita 1 kam pranuar, kam thënë edhe unë kam pëlqim për ty, je del me shumë vlera, edhe me vërtet më ka impresionuar shumë për mënyrën si mendon edhe për karakterin që ka. Edhe mendoj që meriton shumë. Se është shumë i drejtë. Shumë, ekstrem. Shumë i sjellshëm. Amo, mendoj që një qysh adin ai kur ka ikë të mrena, adin të ka, në me thonë, fakti që për shembull, adin edhe babi që ta ka qut dronin, adin mendoj që është shumë mirë njës për hyrjen e Gimbos, se unë e di shumë mirë që ti normalisht nuk e bo kur gjë të keq edhe lojnë që ke bo me mirë në keq, nuk është që ke bo në gjë shumë të madhe, shumë të keq në gjadin, amo fakti që adin hyni aj, dhe me thonë mas një kohë, okej, ndodhen gjanat anë e këne jo shkëput prej mirit, janë ishte mu afru me ta e krejt, adin e këne ta kanë zirë një anë shumë të mirë ta në adin, edhe këni kriju një raport që realisht adin unë kam bestu në raportin ju se shifshat që adin kërë këqështë e diqysh ju shkullqeshin syt njëni me tjetërën. Po, edhe unë ka përqysh që pa para gjykim për lojën për shumë që unë kam zhvillu dhe brënda. Edhe ka qenë shumë i gasëm gjithmonë për me e diskutu, me pyt, e kam shpjegu të gjithën nga fillimi në fond. Shumë biseda më kanë dalë nga raporti jonë, dhe të them shqyqysh që s'kam dalë, se me vërte në njerë, unë s'kam shumë qef, kupton kur sidomos kanë të diskutimet vetëm për vetëm, po e kemi shiju shumë qëndrimin këtu, dhe për ata është ndrejti sot që më zor pres për zhvillimin e gjithë që do marrë jashtë. Është shumë djali çiltër edhe ndjem shumë mirë, shumë mirë. Edhe diqysh jeni si tipat njëjtë, edhe kur këceshi për shembull, kishëm partë edhe në vesh që kitë njëjtë edhe kitë kështë adin këceshi është njëjtë.